Ajo i futi këmbët në këtë përbërje 2 herë në javë. Ja çfarë ndodhi. Uthulla e mollës është një element që mund të gjendet kudo. Kur është fjala për këmbët, është treguar se uthulla e mollës ndihmon në zgjidhjen e disa problemeve si aromat e pakëndshme, këmbët e atletit dhe shumë më tepër. Vetit acidike të uthullës së mollës për të zbutur lëkurat e këmbëve të thata duket se mund të zgjidhë problemin e këmbëve të plasaritura. Uthulla ofron shumë përfitime të mrekullueshme thjesht duke e përdorur për të paktën 1 herë në javë për këmbët. Ndonse era e saj nuk do të tërheqë shumë, funksionon me të vërtetë edhe dëshmitë e shumta të njerëzve e konfirmojnë atë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vetëm mos harroni se ky produkt do ju ndihmojë të eliminoni bakteriet dhe mikrobet që gjenden me bollëk në këmbët tuaja. Uthulla, ashtu si shumë njerëz e dinë, mund të përdoret për të luftuar problemet të frymëmarrjes, të tretjes, madje edhe të humbjes së peshës. Ndërmjet përdorimeve të tjera të uthullës së mollës mund të kujtojmë disa. Na ndihmon në luftën kundër zbokthit, lehtëson dhimbjet e fytit, eliminon erat e këqija të shtëpisë ose zvogëlon erën e keqe të këpucëve. Por ne do të flasim për një dush të këmbëve me uthull molle. Sigurohuni që tashmë keni dëgjuar për këtë teknikë për të përditësuar atë edhe për të sjellë përparësitë në shëndet. Varësisht se si e përdorni atë, rezultatet do të jenë të mrekullueshme. Dushi i këmbëve me uthull molle duhet të bëhet me ujë të ngrohtë dhe gjëja më e mirë është që nëse e preferoni mund të shtoni ose erza, madje edhe kripra aromatike. Dhe rezultatet janë të jashtëzakonshme. Ju do të vini re se këmbët tuaja do të bëhen më të buta pas disa ditësh. Të çara do të zhduken dhe do të largohet aroma e pakëndshme tipike e këmbëve. Ngroheni ujin 15 deri në 18 gradë. Vendoseni këtë ujë në një enë dhe zhytini këmbët tuaja duke shtuar një gotë uthull molle. Nëse preferoni, mund të shtoni disa pika nga vaji esencial i livandos për të përmirësuar erën dhe për të stimuluar gjumin. Lërini këmbët të zhytura për 15 minuta. Ju nuk do të zhgënjeheni nga përfitimet që do të merrni nga përdorimi i kësaj teknike. Dhimbjet e nervit sciatik ndryshojnë me intensitet, ama e dimë se për shumë njerëz është e padurueshme dhe krijon probleme të mëdha në jetën e tyre. Sa kaq, ecja ose ulja bëhet pothuajse e pamundur, duke parandaluar një person që vuan të jetojë një jetë normale. Ndërsa mjekësia mund të ndihmojë, ushtrime natyrore adresojnë problemin rrënjësor. E nëse vuani fizikisht, provoni këtë truk përpara se të shkoni në shtrat. Ja se çfarë ju nevojitet. 10 litra ujë që është i nxehtë, që është ende i durueshëm dhe nuk do ju djegë këmbët. 1 litër uthull molle, gjysmë filxhani me krip. Mbushni një enë të madhe me ujë të nxehtë, uthull molle dhe krip. Vendosini këmbët aty derisa kripa të tretet mirë. Mbani këmbët derisa uji të fillojë të ftohet plotësisht. Ngrini këmbët tuaja nga ena me kujdes, i pastroni ato dhe shkoni në shtrat. Duke u siguruar që këmbët tuaja të qëndrojnë të ngrohta gjatë gjumit, shmangni ecjet zbathur kur të zgjoheni. Në vend të kësaj vishni 2 palë çorape dhe shapka. Nuk mund të vëreni një ndryshim shumë të madh që pas herës së parë, por nëse e përsërisni procedurën çdo natë do të vini re një ndryshim të madh të shpejt. Gjithashtu është e rëndësishme që të përsëritet her pas here për të patur një lehtësim më të mirë për çështjen tuaj. Uthulla e mollës është një nga ato produkte çuditëbërëse që nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinën tuaj. Edhe pse përdorimet e saj duke se të i kalojnë hapësirat e gatimit dhe të shijimit, e pasur me kalcium, magnez, potas, flor, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, acid cetik, pektin, beta-karotene të tjera, ky produkt është pa diskutim një depo e vlerave ushqyese që duhet të përdoret her pas here në ritualin e përkujdesjes së fytyrës dhe të trupit. Në këtë video do ju sjellim një përdorim të uthullës së mollës që ndoshta nuk e keni dëgjuar dhe praktikuar më parë. Siç e dini, këmbët janë pjesa më ekspozuar gjatë verës. Shapkat me gishtë dhe sandalet janë shumë komode. Kjo është e vërtet, por ekspozimi i këmbëve ndaj plurit dhe rrezeve të diellit mund të krijojë shqetësime. Në këtë video ju propozojmë që të fusni këmbët në një enë me uthull molle për 30 minuta dhe rezultatet do t'ju habisin. Ja cilat janë përfitimet e këtij veprimi. Lufton mykun e këmbëve.
Uthulla e mollës ka në përmbajtje të saj acid acetik, i cili ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, të cilat do të eliminojnë mikroorganizmat që shkaktojnë problemet e mësipërme. Në një enë, siç shpjegua më lart, shtoni 2 filxhan kafeje uthullmolle dhe ujë të vakët dhe i lini këmbët të futura në të për 30 minuta. Ky veprim duhet të përsëritet të paktën 3 herë në javë. Ndihmon në eliminimin e lythave në këmbë. Lythat e këmbëve ndryshojnë nga ato të duarve, ato janë masa të lëkurës së vdekur, të cilat shfaqen kryesisht gjatë gjithë gjatësisë së shputës. Shtoni ujë dhe uthullmolle në një legend dhe i lini këmbët të pushojnë për 30 minuta. Më pas i thani me peshqir dhe fërkoni pjesën e lythave me top pambuku të njomur në uthull. Qetëson kruajtjet e këmbëve dhe neutralizon erën e keqe të tyre. Kruajtjet e këmbëve shkaktohen si pasojë e çrregullimeve të pashit të lëkurës së saj ose si pasojë e rritjes së bakterieve në këtë pjesë të trupit. Ndiqni praktikën e mësipërme dhe do të shpëtoni nga ky problem. Gjithashtu, praktikë shumë efektive për të eliminuar erën e keqe të këmbëve, të krijuar si pasojë e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërshtatshme dhe djersitjes së tepërt të tyre. Përdorimi i tillë i uthullës së mollës sigurisht do të jetë një anë pozitive edhe për shëndetin tuaj të jashtëm. Uthulla e mollës është përdorur si një ilaç për trajtimin e shumë komplikacioneve, për qetësimin e kollës dhe dhimbjeve të stomakut, gjithashtu prej mijëra vitesh, përfitimet që janë marrë prej saj kanë qenë të larmishme. Uthulla e mollës bëhet përmes fermentimit ku i jepet uthullës shije dhe aromë mprehtë, dhe përfitimet që do të merrni do të jenë të larmishme. Sipas Dr. Chris Daman, disa njerëz sugjerohet të përdorin uthullën e mollës së papërpunuar me bakteriet e saj, të cilat janë shumë të rëndësishme për trupin. Megjithatë, ekspertët shpjegojnë se uthulla e mollës do të japë rezultate fantastike edhe në largimin e papastërtive. Ata shpjegojnë se uthulla e mollës ka elementë të cilët kanë veprime antioksiduese dhe antiinflamatore. Këto polifenole mund të jenë pjesë e përfitimeve të mundshme edhe që uthulla do të ofrojë. E pasur me kalcium, magnez, potash, fluor, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, acid acetik, gjithashtu pektin, beta-karotene të tjera, ky produkt është pa diskutim një nga recetat më të mira që mund t'japë një depo të vlerave ushqyese që mund të përdoret si në përkujdesin e fytyrës, ashtu edhe të trupit tuaj. Siç e dini, këmbët janë pjesa më ekspozuar gjatë verës, shapkat me gisht dhe sandalet janë shumë komode, por ekspozimi i këmbëve ndaj pluhurit dhe rrezeve të diellit mund të krijojë gjithashtu edhe komplikacione të tyre. Uthulla e mollës mund të përdoret për të luftuar mykun e këmbëve dhe të thonjve të zverdhur. Ajo ka në përmbajtje të saj acid acetik, i cili ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, të cilat eliminojnë mikroorganizmat. Lythat e këmbës nga ana tjetër ndryshojnë nga ato të duarve, ato janë masa të lëkura të vdekura, të cilat shfaqen kryesisht edhe gjatë gjithë gjatësisë së shputës. Shtoni ujë dhe uthullmolle në një legend dhe i mbani këmbët në të për 30 minuta. Më pas i thani me një peshqir dhe i fërkoni pjesën e lythave me top pambuku të njomur me uthullmolle. Kruajtjet e këmbëve shkaktohen si pasojë e çrregullimeve të pashit të lëkurës së saj ose si pasojë e rritjes së bakterieve të kësaj pjese të trupit. Ndiqeni praktikën e mësipërme dhe do të shpëtoni nga ky problem. Përdorimet e uthullës së mollës mund të jenë gjithashtu edhe kundër mykut. Infeksionet mikotike janë probleme serioze dhe duhet të trajtohen nga një profesionist, sidoqoftë për të parandaluar edhe zhvillimin e tyre më të madh, përzieni ujë të nxehtë me uthullmolle dhe i mbani këmbët në të nga 15 deri në 30 minuta. Pashi i thonjve do të ekuilibrohet dhe do të bëhet më i shëndetshëm, pasi do të lehtësojë dhimbjet dhe inflamacionin. Përsëri, kjo nuk zvendëson mjekimin, por do të ndihmojë në lehtësimin e simptomave dhe parandalimin e problemeve të mëtejshme. Sidoqoftë, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj nëse gjendja juaj është e agravuar. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative
për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.